dështrëngimi dhe kooperacia janë cilësit më të urryra të besimtari. Besimtari, plot nga dietor kanë thënë, paramendohet besimtari që tjetë ndoshta frikacak, tjetë, por jo kooperac. Tash, kooperacia është diçka që nuk lidhet me imanin, nuk lidhet me besimin, nuk lidhet me islamin, nuk është e mundshme. Njeriu kooperac apo është i urryer tek Allahu Azza wa Jall. Njeriu kooperac është i urryer tek pejgamberi, është i urryer tek musliman. Qase kooperaci ka një mentalitet të keq. Ai mendon se këtë pasuri ka fitu vetë. Dhe mendon se nëse ndon me tjerët, ata e keq përdorin mundin e tij. I themi, kjo është kalkulim i njeriu që nuk beson në Allahun Azza wa Jall. Kështu të po, me kësi kalkulimet, kjo është rezultati. Por nëse Allahu po thotë, ndihmoj këtij unë të kthej, edhe me kalkulimin materialist ki hesap, jo me kalkulimin besimit, po me kalkulimin materialist ki hesap të fushën këtë tregtia. Prandaj, sikur se ka thonë Yahya ibn Muad, ka thonë i gjori i biri Ademit, në punë pasuri. Ka thonë subhanallah, tërën e lën, ndërsa për të tërën pytet. Tërën e lën dhe për tërën pytet. Po. Kur del nga kjo çfarë më vete? Asgjë. E lën të tërën të tjerë të kënaqet, ndërsa ti për të tërën ki mu pyet.